Prizmës. Në kohën e sotme bizedosh për korrupsionin e sidomos të dëgjosh të korruptuarit shajnë, disa të korruptuar të tjerë, jo vetëm të vjen për të vjellë, por humbet edhe shpresa se ky vend mund të ketë ndonjëherë drejtësi, mund të ketë ndonjëherë një klasë politike e cila sigurisht është në pozita të ndershmërisë politike dhe që mbi këto pozita mund të bëjë akuza palës tjetër kundërshtarëve politik. Në Shqipëri ka ndodhur një absurdet më të mëdha të botës, ku të korruptuarit, super korruptuarit, bile edhe vrasësit, akuzojnë të tjerët, kundërshtar politik të tyre, se janë të korruptuar. Bile nuk mund t'i akuzojnë për vrasës, si kundër janë vetë. Dhe ky është rasti më flagrant i Partisë Demokratike dhe Sali Berishës vetë. Një nga mrekullitë e një partie të tillës është parat ose $830.000, rreth 600 sa milion, me dhjetra flitet, me dhjetra me trejet, por që sigurisht këtu vjen ngatrohen me dhjetrat, të përdorura për lobbying në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që kishin bënin absolutisht me heqjen e non gratës, kishte shpresë akoma Sali Berisha, sidomos përpara zgjedhjeve, që t'i hiqnin non grata, ajo do të ishte fitoria e madhe e tij. Në vërtet është një pagesë prej 4 këstesh, të cilat rezultojnë të jenë $830.000, $830.000, të cilat janë paguar nga Partia Demokratike për lobbying, por që në vërtet është i gjithë ai moment tragjik i përdorimit partisë si obor personal, si stall personale, si të thënë si dyqan personal, fabrik personale, Sali Berishës, për t'i hequr non gratën. Jo vetëm që s'ja hoqën, por ju jeni ndërkohë duke pa edhe pikërisht këtë dokument të pagesave që janë të lishme, pavarësisht se partia pastaj nuk e di se çfarë mund të quajë lobbying. Lobbyingu çfarë është? Për ka? Të gjithë e dinë se për çfarë është lobbyingu, për çfarë ka funksionuar. Është bërë edhe një lobbying tjetër, ku është paguar një shifër prej $750.000 dhe do të paguar shifra prej 6 milionësh me Lacivitën, Make Albania Great Again. Një lloj stafi që ka punuar edhe për fushatën elektorale të presidentit Trump, që erdhën këtu dhe pësuan një nga humjet më të mëdha spektakolare, ky i pari Lacivita. Po këto janë para ose dollar të nxjerra sipas Partisë Demokratike dhe Sali Berishës nga fancat e Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në Amerikë. Unë po flash për $830.000 që paguan Partia Demokratike për t'i heqë njollat Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në lobbying me amerikanët. Dhe ky është dokumenti që po e shikoni. Ky është dokumenti me vulën dhe me firmën të Partia Demokratike. Të ajo që po mundohem t'ju them është kjo. Një parti e tillë kur sillet me një lider i cili sigurisht sot është 83 vjeç, edhe në 2029 llogaritën e vet sa vjeç do të jetë. Dhe që e mbajnë për alternativën politike, duke qenë se është një komunist i vitit 1968, do të thotë 2 pika. Kjo parti ka pushuar së ekzistuari, jo vetëm si parti demokratike që nuk ka qenë kurrë, por si subjekt politik. Kjo parti është një pronë e fllihur, e shëmtuar, e keq përdorur, e zgarravitur e një familje ose familjes Berisha ose një personi i cili e ka bërë pronë të familjes, harxhohen miliona, sepse sigurisht e gjithë familja është në grata, nuk është vetëm Sali Berisha. Akti i fundit ishte një idioti nga Fieri, i cili donte që ta vendoste me shpallta masmuri sekretarin Blinken, dhe që në vërtet vendosi me shpallta masmuri ose me mprapanic nga publiku
zbuluar prapa nicën pikërisht Sali Berishën, sepse sigurisht ai nuk mund bisedonte me Blinkenin, por me sekretarin Rubio. Nuk mund t'i kërkoj llogari atij që e ka vendosur, por atij që e mban. Dhe sigurisht kështu është edhe kjo lloj partie. Një parti që harxhon $830.000 për t'i hequr non grata Sali Berishës, jo vetëm që s'heq, i harxhojnë ata para jahanat amerikanët aty, siç e han edhe $750.000 La Civita, plus edhe shumë tjera që nuk janë deklaruar, të një kontrate prej 6 milionësh, e cila nuk dia a vazhdon apo nuk vazhdon. Problemi është se janë harxuar miliona. Është një parti e cila ka kryer plotësisht punë, jo vetëm me demokracinë, por edhe me njerëzillekun në Shqipëri. Është një parti e keq përdorur, pavarësisht edhe herë, e dhunuar, e zgarravitur, e grisur nga familja Berisha, nga vetë Sali Berisha. Është një parti e zvogluar, e cila jo vetëm që s'ka për të fituar asnjëherë, por jep garancinat maksimale që ky pushtet që është sot të vazhdojë gjatë e më gjatë, sepse s'ka asnjë alternativë përpara. Ka vetëm një alternativë. Një komunist 83 vjeçar të vitit 1968, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite t'i bëj dëm Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe mund ta them pa frikë edhe kombit shqiptar, politikisht, ekonomikisht, sigurisht e shkatroi edhe 97 në 98, shkatroi çdo gjë që kishte, fabrika dhe uzina, shkatroi ushtrinë, shkatroi vula e firma, shkatroi çdo gjë. Edhe vazhdon ta shkatrojë. Hodhi nerë, vrau në bulevard, hodhi nerë fshatrat, nuk ka lënë maskarallë, krim pa bërë. Edhe sot e kësaj dite vazhdojnë të harxojnë para, vazhdojnë të, nuk e di si ta shpjegoj, vazhdojnë ta marrin në shan. Jo një popull dhe një shoqëri, sepse nuk i shkon mbrapa, po një pjesë të madhe të politikës shqiptare. Tjetra që desha të them, pavarësisht i lobing të famshëm me 830.000 për ju paraqita dokumentin $, është që edhe Alesja Balliun, asaj vajzës demokrate, janë mbledhur natën, si e kanë zakon këta, edhe në UNESCO Rumi me urdhër për ta përjashtuar, sepse edhe Alesja Balliun, Sali Berisha e ka frikë. Edhe Alesja Balliun, edhe ata të Durrësit, edhe Salinjanin, Sali Berisha nuk i doj do të përjashtuar, sepse në themel i ka frikë, të thoni ju, pse kaq frikë, kaq mund, kaq frikacak është Sali Berisha? Sali Berisha nuk është trim, si fillim, por është edhe frikacak. Sepse po t'ishte trim i kishte lejuar. Është frikacak se i ndalon për të bërë punën e tyre. Njerëzit të cilët e kanë kritikuar, në mes tyre është edhe kjo Alesja Balliu, ai nuk i lejon fare, i pezullon, i parandalon me strukturat e shëmtuara, me strukturat e degraduara, devijuara, me strukturat që i ngjajnë strukturave të ish PPSH-s, por akoma më keq atyre strukturave që janë të lidhura ngushtë me sigurimin e shtetit, ose me vrimtarinë e shëmtuar të sigurimit të shtetit, me intrigën edhe me pasjen të dokumentave për shpallur tradhtar, armik. Edhe Alesja Balliu është armike, edhe Salinjani është armik, ta të shpallin armik, sepse sigurisht kanë frikë. Dhe ai që ka frikë më shumë se të gjithë është Sali Berisha. Sali Berisha, një person i cili mos pritni të jetë burr më i mirë. Tash në moshën 83 vjeçare dhe kur ka nevojë për Panolini dhe kur ka nevojë për, por ama për Panolini ka nevojë dhe ajo parti e cila pranon element të tillë. Ka nevojë gjithë aty për Panolini. Të gjithë, absolutisht të gjithë, duke filluar nga Noka, nga ajo Vokshi, nga Tritan Shehu që po se ka në moshën. Moshën ka në tjerët moshën, po nuk e bëjnë shurën brek, si e bën ai. Dhe pikërisht aty kanë gjithë nevojë që janë me këtë lloj filozofie. Në këtë pikë, çfarë të thuash? Kur përjashtojnë njerëzit cilët shfaqen dhe përshfaqen për të kandiduar para Sali Berishës, sepse ata e dinë që nuk do fitojnë, por marrin guximin për të kandiduar, për ta sfiduar,
Për të thënë ato fjalë që duhet thënë përpara dhe pikërisht këtë nuk do Sali Berisha. Ti thuhen fjalët kundër atij. Ti thuhen ato fjalë që ai meriton t'ia thuash në sy. Ti thuash se ti je degraduesi i Partisë Demokratike, je shkatërruesi i demokracisë. Je një njeriu që e ke kthyer në pronë të familjes Partinë Demokratike dhe e keq përdor atë. Këto fjalë nuk i do t'ia thuash ballë, sepse tash ai e kupton që nuk mjafton më Salla të çohet e të kundërshtojë atë që po flet kundra Berishës. Sepse të gjithë jashtë Sallës kanë për të thënë të lumt goja, bravo të qoftë. Dhe prandaj partia i ngushtohet, i bëhet. Por ai atë do. Do që në fundit me 100 vetë ti gjynë me zjarr, ti gjynë me molotov, të bëj sherr ta shohi bota, thotë ky është element. Këtë duhet me e pas parasysh. Dhe kështu Shqipëria vazhdon të ketë alternativë, një komunist 1968 që përjashton njerëz nga partia, i shpall armiqet tradhtar dhe më tepër tash ka filluar edhe femra dhe gra, si kjo Alessia Balliu. Dakord miqtë e mi. Tjetra është ai takim edhe në një farë mënyre kështu spakut japin elementet mediatik të Erion Braçës, i cili është vetë afruar për të shpallur kandidaturën për kryetar të Bashkisë Tiranës. Dhe më duket me shumë sens shpallja e kësaj kandidature. Se sa mënyra për t'i thënë asaj Manastiriut, më vjen keq po ti do t'jesh. E cila e la me gojë hap dhe me sy të zgurdulluar dikur kur dëgjoj Edi Ramën. E para punës unë nuk mund ta krahasoj Erion Braçën për nga ndeshmëria dhe mungesa e akuzave për korrupsion me Manastiriut. Erion Braça edhe kur ishte zëvendës kryeministër, iku për atje duke mos u akuzuar. Pavarësisht se di shumë mirë që kur je zëvendës kryeministër do firmosesh për Edi Ramën. Por vetë afrimi do që të hapë edhe një garë, sepse sigurisht vetë afrimi i Erion Braçës do që të prishi skemën e Edi Ramës. Mbase mund të ketë edhe porosi, mbase mund të jetë edhe diskutimi i brendshëm. Por mbase është edhe se ai vetë afrohet për të prishur pikërisht këtë skemë. Duke thënë që shiko, nuk duhet marrë vendimi vetëm nga ty mërmik. Tashi më tek ti do t'i jesh kryetari i bashkisë. Spakut të ketë decencën, mendimin, njëkohësisht edhe përvijshmërinë politike, ndeshmërinë politike që vetë afrohesh. Po, jam një qytetar i Tiranës, kam qenë deputet, jam deputeti më i vjetër, shumë më i vjetër se sa Edi Rama, socialist më i vjetër se sa Edi Rama. Edi Rama ishte një demokrat, kur Erion Braça ishte një socialist i vërtet. E ka filluar i vogël, dhe tash po plaket, dhe është po aty në parlament, edhe del, sa herë të dojë ai do të dalë, edhe vetëm po kandidoj. Sepse sigurisht është një socialist që bën edhe kritik pushtetit socialistave. Këtë e din gjithë tash. Ai pëlqen as e pëlqen, dikujt nuk e di, por në fundit ai mbron një linjë e cila është linjë politike e qartësuar tash, por që shoqërohet me nëshmëri personale. Nuk është e pak ta kërkosh sot. Është shumë e vështirë. Janë disa tipa që i thonë Braça bën kështu e bën ashtu, si bën ashtu. Çfarë doni të tjerët. Këtyre këto vjedhin, po ky që zgjedh. Mund ta kesh kundërshtar, po thuj drejtën. Ky lloj vetafrimi më duket jashtëzakonisht i mirë. Do që të ndreqë situatën ke Partia Socialiste që të gjithë kanë një katapultim edhe një person që katapulton. Dhe pastaj mban po haraqet e kësaj pune. Katapulton një X person, i shkon burg, tash është faji i tij, po ti e ke katapultuar. Po ashtu një tjetër. Po ashtu vendos në radhë të parë të deputetëve njerëz no name, no face, sidomos tu në Shkodër, të cilët pastaj dalin zot vetëm një krahinë të vogël kaq, një religjion të vogël kaq, që bëjnë sherrë nga më të mëdha, që i thon thurin lavde për gjëra folklorike, periferike, shpella dhe monumente kulture pemësh edhe gurësh, dhe harrojnë që shteti nuk ka vetëm kulla, shpella, dhije dhe bakti, po ka qytetërim, ka urbanitet. Ka rregulla loje dhe ka
trashëgimni të jashtëzakonshëm urbane. Nuk ka vetëm trashëgimni shpellash, as pyjesh. Një program kështu i bën punën. Cakton, ti do t'i jesh e para, ti ke përqen kështu, ti ke përqen ashtu. Në këtë pikë, Erion Braçe mund të ta djegin, mund ta bëjnë dhe kundërshtar, po bën një të mirë të madhe. Vetë afrohet. Shohim si do të trajtojnë. Sa i mund dali dhe vetë, se mund t'i heqë edhe ca vota. Problemi është se ai e do Partinë Socialiste, e do realisht. Nuk ka nevojë vetëm për leverdin nga Partia Socialiste, pushtetit saj, por e do. E do në mënyrë të qartë dhe të pastër. Në këtë pikë, edhe unë do ta kisha votuar, edhe unë do kisha thënë po. Minimumi do të ishte më i ndershëm se të tjerët. Shohim pushteti do ta mande të ndershëm deri në fund apo jo. Po këtu fjalët e hallkut edhe birrat e garrit nuk myllen kurrë, kështu thonë në Shkodër dhe kështu është e vërteta. Praktikisht ai është një njeri i papërfolur për korrupsion. Dhe ka folur shumë, duke qenë brenda për brenda kësaj partie, duke kritikuar, dhe realisht duhet thënë që edhe Edi Rama në një farë mënyre e ka duruar. Bile ka mundësi ta ketë duruar më tepër për karakterin e tipit që ka. Dakor, miqtë mi, e fundit është që Benet Beci kishte nxjerrë një video ku tregohet një objekt i shëmtuar para shkollës në media, të cilën më në fund Bashkia e Shkodrës e shemi. Është një bravurë e madhe. Ato objekte kanë qenë turpi i Shkodrës. Turpi i Shkodrës urbane, qytetare, morale dhe politike. Turpi një Shkodre e cila kishte 33-34 vjet, të cilët i rrethoi shkollat me gjithfar qepsin hanet, që vetëm me mësimin, me edukimin nuk ishin lidhje. Me një arrogancë të jashtëzakonshme. Dhe me flamurit e Partisë Demokratike, sidomos kur i çonin edhe maj pullazeve e çatijave, dhe që rrethonin çdo borë shkolle, zaptonin gjithçka, pa i bërë syrit tërë. Benet Beci dhe Bashkia e Shkodrës e hollën tokë. Bravo i qoftë. Kaq ishte për sonte, miqtë mi. Ju falenderoj. Takojmë nesër prapë.